لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Falëndërimi qoftë Allahut Azza wa Jall. Salavatet dhe selamet tona dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik, dhe të gjithë atyreve që e pasuan dhe ndjekin rrugën e tij më të mirë deri në ditën e gjykimit. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na solli në këtë botë, pasi që nuk ekziston. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na rriti pasi që ishim të vegjël. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na bëri të shikojmë pasi që nuk shihnim. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na mundësoi të ndëgjojmë pasi që nuk ndëgjonim. Dhe falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na udhëzoi pasi që ishim të humbur. Prandaj falënderimi qoftë Allahut fillim dhe mbarim. Dhe derisa Allah të kënaqet dhe pasi që të kënaqet Allahu xhalla wala. Vëllezër të nderuar, thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: o ju që besuat, ruani veten dhe familjen tuaj nga zjarri i xhenemit. Ky ajet kuranor, vëllezër të nderuar, është një rregull madhështor që tregon për obligueshmërinë dhe detyrimin e edukimit të fëmijëve, rritjen e tyre me mirësi dhe formimin e tyre të drejtë në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala, duke i larguar ata nga çdo gjë që çon në zemrimin e Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe duke i larguar ata nga të gjitha rrugët të cilat i çojnë ata në xhenem dhe në zjarr nesër për Allahut subhanahu wa ta'ala. Padyshim, vëllezër të nderuar, që ky obligim dhe kjo detyrë është obligim për prindrit, që ata të kujdesen për edukimin e tyre dhe ata të edukojnë në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Mirë po, për të edukuar ata si duhet dhe për të formuar ata drejt për mu rrit në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala, patjetër, vëllezër të nderuar, duhet të kemi parasysh dhe të këshilla madhështore të cilat i kanë përmend dietarët dhe të cilat i kanë nxjerrur dhe përfituar nga libri i Allahut subhanahu wa ta'ala dhe nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E para për këtyre që do ta kemi parasysh në edukimin e fëmijëve, në veçanti në këtë kohë me turbullira, me sfida dhe sprova të rënda me të cilat jemi duke ballafaquar. Pra e para për tyre, vëllezër të nderuar,
është e dua, pra duaja apo lutja për ta. Pra të lutesh për ta që Allahu i lartësuar të udhëzon në rrugën e drejtë. Të lutesh për ta që Allahu i lartësuar të përmirëson ata, të rregullon ata. Të lutesh vllai i dashur musliman që Allahu subhanahu wa taala të ruan ata nga të gjitha sprovat dhe turbullirat dhe fitnet të cilat munden me ndikue në imanin e tyre dhe në fejnë e tyre. Pra duaja e sinqert nga prindi që Allahu subhanahu wa taala t'i udhëzon ata dhe t'i drejton ata. Dhe duaja, vëllezër të nderuar, lutja për me i përmisu Allahu e vladet, ka qenë rrugë e pejgamberëve të Allahut. Allahu subhanahu wa taala tregon në surën Furqan, kur i përmend robërit e tij të mirë, Allahu mu dhe juve na bë prej tyre. Se Allahu i ka përmend këto pejgamberët e tij, pra njerëzit më të përzgjedhur në tokë, se i kanë ngrit durt ka Allahu xhelalu ala dhe kanë bë dua. Dhe duaja e tyre është regjistruar në Kur'an, ku Allahu thotë Rabbena heb lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. O Zoti ynë, na jep nga bashkëshortët dhe nga pasardhësit fëmijët, çka do na kënaqet syni jon, waj'alna lil muttaqina imama, dhe na ba shembull për njerëzit e mirë, na ba model që pasohen për njerëzit e mirë. Dhe gjithashtu Ibrahimi alayhi salatu wassalam ju drejtu Allahut subhanahu wa taala me dua pas e kishte ndërtuar qabën e bekuar, xhamin më të mirë në tokë. Ju kishte drejtuar Allahut azza wa jall me dua, me lutje, Rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati. O Zoti im, më bë mua nga ata që falin namazin dhe nga pasardhësit e mi, pra fëmijët e mi. Rabbena wa taqabbal dua, o Zoti im, pranoje këtë lutje prej nesh. Pra Ibrahimi alayhi salam po e lut Allahun azza wa jall që nga pasardhësit e tij dhe fëmijët e tij me kanë ata që Allahu i udhëzon dhe i drejton në rrugën e tij dhe nuk devijojnë nga rruga e drejtë e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu pejgamberi alayhi salam po jep myshdë për prindrit dhe po thotë se 3 veta nuk ju kthehet duaja dhe lutja mrapsht. Dhe njeri prej tyre thotë është duaja, lutja e prindit për evladin e tij. Prandaj prindi do të lutet për evladin e tij dhe do të ketë kujdes, mos të lutet me mallkim për të, mos të lutet që ai me u shkatrue, për arsye se duaja e prindit për evladin pranohet, vëllezër të nderuar. Prandaj të lutet për udhëzim, të lutet për përmirësim, të lutet për rregullim dhe të lutet për udhëzimin e tina në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. E dyta që duhet ta kemi parasysh, vëllezër të nderuar, është të kujdeset prindi të mbetet shembull i mirë për evladin e tij. Pra të jetë shembull i mirë, të zbukurohet me cilësitë e mira, me sjellje të mirë, me moral të mirë dhe të jetë shembull për evladin e tij. Nga se në shumicën e raste, vëllezër të nderuar, fëmijët i ngjajnë prindërve të tyre. Prandaj edhe ashtu se si i shohin prindrit, ashtu edhe veprojnë. Prandaj tregohet një herë se një prind e ka këshillu djalin e tij dhe i ka thonë: o biri im, kujdes se ku po vendos këmbën. Mirë po, fëmia e vladi ja kthen babës e tij dhe i thot: o baba im, shiko se ti ku e po vendos këmbën, nga se ato ku e vendos këmbën ti, unë e do vendos sipas teje. Prandaj prindi do të jetë shembull i mirë për evladin e vet, dhe ai do të mëson obligimet e fesë
dhe duhet t'ja mëson urdhrat e Allahut, dhe duhet ta nxit dhe ta urdhnon në atë që Allah e don të është i kënaqur, dhe duhet ta ndalon dhe ta paralajmëron ndaj asaj që Allah azza wa jalla urren, dhe duhet ta këshillon që të jetë i qëndrueshëm në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu vëllezër të nderuar, nga ajo që duhet ta kemi parasysh në edukimin e fëmijëve është përpjekja dhe angazhimi në edukimin e tyre. Pra, fëmija është projekt dhe projekt madhor në shoqëri. Prandaj ky projekt nuk rregullohet me një fjalë dhe me një ditë, mirë po don mund dhe angazhim dhe lodhje dhe sakrificë. Prandaj ato ku e sheh prindi e vladin e vet në hajër dhe mirësi, duhet që ta nxit në atë hajër dhe do ta stimulon në atë hajër dhe në atë mirë. Ama ato ku e sheh që është gabim dhe keq, duhet ta këshillon dhe duhet ta paralajmëron dhe duhet të jakput atë rrugë të keqe, në mënyrë që pastaj pasojat fatale mundet me pësu fëmija i tij, dhe pastaj me pësu dhe prindi i tij, dhe pastaj me pësu të gjitha anëtarët e familjes. Prandaj duhet sakrificë dhe mund, dhe siç ka ardhur në Kur'an, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Urnoje familjen me namaz dhe pasabër. La nes'aluka rizqa, ne nuk të kërkojnë aty furnizim. Wal aqibatu lit taqwa, dhe përfundimi i mirë u takon të devotshmeve. U takon atyre që janë takwa, ju takon atyre të cilët bajnë ijtihad mund dhe përpjekje dhe angazhim për me i eduku fëmijët e tyre dhe për me i përmisu ata dhe për me jam largu ato cilësi dhe vetëfi dhe tipare të këqija të cilat kanë depërtu të kata. Allahu thot në Kur'an, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ata që bojnë përpjekje dhe angazhim për me ardhur në rrugët tona, dhe një prej rrugëve që të çon të Allah është edukimi i fëmijëve si duhet. Atëherë thot Allahu, do i orientojmë dhe do i udhëzojmë ata për në rrugët tona. Tu udhëzon Allahu xhelalu ala. Kur ti ban angazhim dhe mundohesh dhe këshillon dhe mundohesh me eduku dhe me i rrit ashtu si duhet në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu prej edukimit të fëmijëve, vëllezër të nderuar, është që tu sigurojmë atyre mjetet e dobishme me të cilat ata përfitojnë. Dhe në këtë kohë si që shohim dhe jemi dëshmitar se cili prej nesh se si janë ardhur mjetet e informimit të ndryshme që në shumicën e tyre ka sherr, mirë po nuk do të thotë që nuk ka dhe hajër të këtue. Prandaj ne duhet të jurrim gati atyre duke i këshilluar dhe duke i vëzhguar dhe duke i mbikëqyrur dhe duke i kontrolluar në mënyrë që ata mos të kalojnë në atë hendekun e rrjeteve sociale të cilat ndikojnë në prishjen e moralit të tyre, dhe në prishjen e mendjes së tyre, dhe në prishjen e karakterit dhe edukatës së tyre. Mirë po do të mundohemi të edukojmë që ata të përfitojnë për këtyre mjeteve të informimit dhe të shiqojmë se çfarë u bën dobi atyre në to, dhe pastaj të stimulojmë që të merren me përfitimet e atyre që përfitojnë prej hajrit që kanë folë hoxhallarët ose musliman ose përkthimeve të dobishmeve e kështu me radhë. Prandaj vëllezër të nderuar, kështu duhet të stimulojmë dhe të nxjisëm për ka hajri dhe për ka e mira. Gjithashtu prej edukimit të fëmijëve është që të kemi frikë Allahut subhanahu wa taala dhe të jam mbyllur të gjitha dyert të cilat i çojnë ata në prishjen e tyre. Dhe gjithashtu të jam hapur dyert e hajrit dhe dyert e mirësisë, në veçanti kur e vladi vëllezër të nderuar ka nevojë për këshillat e prindit dhe prindi e këshillon sinqerisht e vladin e tij. Prandaj ai duhet ta mëson në atë hajër dhe mirësi që i ban dobi dhe e ruan atë dhe fenë e tij, e ruan atë dhe moralin e tij,
e ruan atë dhe edukatën e tij. Dhe siç ka thonë Shekhi Ibn Uthejmini rahimahullah, ne duhet t'i rrisun fëmijët tonë që t'i kenë frikë Allahut subhanahu wa ta'ala dhe ta adhurojnë Allahun si duhet. E thot nëse ne arrina me bë këtë, atëherë Allahu azza wa jall ka me na rujt fëmijët tonë dhe ka me na shpëtue fëmijët tonë dhe Allahu subhanahu wa ta'ala ka me ja mundsu fëmijëve tonë që ata mu rrit në ibadet dhe në adhurim të Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu vëllezër të nderuar, nga ajo që duhet ta kemi parasysh në edukimin e fëmijëve është që të kujdesemi për ta që të shoqërohen me njerëzit e mirë dhe me ata fëmijë të cilët janë të edukuar. Nga se pejgamberi alayhis salam thot në një hadith, el mar'u ala dini khalili, thot njeriu është fenë e shokut vet, falyanzur ahadukum man yukhalil. Prandaj le shikoj se si për ju kë po shoqëra. Prandaj prindi do të kujdeset për fëmijën e tij se me kë po shoqërohet. Nga se shoku ndikon si për mirë ashtu edhe për keq. Siç thot pejgamberi alayhis salam në një hadith, shembulli i shokut e mirë është si shembulli i atij i cili shet misk dhe parfim, ndërsa shembulli i shokut e keq është si shembulli i atij farkatarit, atij kovaqit. Prandaj me dytë nëse ki punë, mirë po të dytë do më nëse i viziton, qoftë atë që shet parfim, qoftë atë i cili është farkatar, mirë po nuk blim për i të parit misk, e as për i dytit nuk sprejnë dë një thik, mirë po të dytë ka mundësime të godit me erën e tyre, i pari me parfim, nërsa i dyti me zhishka dhe me zjarë. Prandaj pejgamberi son po e sjell këtë shembull të mrekullueshëm për të na treguar se si mundet me ndikue për mirë shoku i mirë dhe si mundet me ndikue për keq shoku i keq. Allahu na ruaj. Dhe gjithashtu pejgamberi alayhis salam thot në një hadith, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi, se cili nga ju jeni përgjegjës dhe secili prej jush do të pyetni për atë që e keni në pronësi. Po kimu pyet për evladin tënd, kimu pyet për familjen tënde dhe kimu pyet për atë që e ke marr amanet kur diç për Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kujtoje vëllezër të nderuar, Jakubin alayhis salatu wassalam, pejgamberi i Allahut, kur i erdhi vdekja, thot Allahu në Kur'an, em kuntum shuhada idh hadara Jakub el-maut. A ishet prezent kur i erdhi vdekja Jakubit. Idh qale li benihi ma ta'budun min ba'di, a ju tha në këtë moment, po në agoninë e vdekjes, po i mbledh vladit e tij, fëmijët e tij dhe po u thot, çfarë do adhuroni pas meje? Po kë do adhuroni pas meje? Qalu na'budu ilahak, tha do adhurojmë Zotin tënd dhe Zotin e baballarëve tu, dhe na do vdesim si musliman. Allahu na porosit dhe këtë ajet e ndëgjoni çdo hutbe, po në fillim kur po fillojnë hutbet, wattaqullah, dhe tut një Zotit, dhe mos vdesni ndryshe përveç se duke qenë musliman. Prandaj Jakubi alayhis salam nga frika dhe droja se mos po devijojnë fëmijët e tij, atëherë po i këshillon edhe në agonit vdekjes, nga se përgjithësia dhe amaneti nuk bjen ndaj tyre derisa kur ja dorëzojnë shpirtin Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj lutem Allahun azza wa jall që edhe ne ta marrim këtë përgjithësi si duhet për këtë amanet që Allah azza wa jall na ka dhënë vladet, dhe t'i edukojmë ata si duhet, dhe të na ndihmon Allahu azza wa jall në edukimin e tyre, dhe të dalëm faqevarë para Allahut në ditën e gjykimit, se i kena edukuar ashtu si duhet dhe i kena nxit në adhurim të Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillahi wahdahu was-salatu was-salamu ala man la nabiyya ba'da. Dhe nga ajo vëllezër të nderuar që duhet ta kemi parasysh në edukimin e fëmijëve, në veçanti për prindërit është që të lexojnë për ngjarjet e njerëzve të mirë, qofshin nga pejgamberët, apo sahabët, apo dietarë dhe njerëzve të devotshëm të cilët si kanë edukuar ata fëmijët e tyre, si kanë rrit fëmijët e tyre dhe si kanë udhëzuar në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala.
Kjo të ndihmon që ti të kesh shembull të mirë dhe të merresh nga udhëzimet e tyre dhe të lehtësohet edukimi i fëmijëve në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu vëllezër të nderuar, nga edukimi i fëmijëve është që edukimi i fëmijëve don sabër, don mund, don përpjekje dhe angazhim, dhe mos pret fëmia që për një ditë të pash rezultat. Bile ata që presin për një ditë me pa rezultat të fëmia i vet, shpeshherë dorëzohen ndaj edukimit dhe pastaj e shfrytëzojnë të tjerët, shejtanët e shfrytëzojnë kapjen dhe kidnapimin e atij fëmijës dhe pastaj me edukue në rrugën e keqe. Prandaj duhet sabër, duhet mund, duhet këshill, duhet rahmet, duhet dëmshuri, duhet përpjekje dhe angazhim dhe me pa fëmija ju të ti se një mendja dën hajrin dhe ja dën të miren dhe ja dën udhëzimin dhe shpëtimin e tij në botën tjetër. Dhe gjithashtu, dhe kjo është e fundit, vëllezër të nderuar, kujdesi dhe mëse kujdesi që ata t'i kushtojnë nënsi namazit. Namazi, vëllezër të nderuar, është shtylla e dinit dhe shtylla më madhore, dhe ajo që i mbon në lidhje 5 rënditje me Allahun xhelle wala. Prandaj pejgamberi alayhis salam tha, urnoni fëmijët tuaj me namaz kur janë 7 vjet, ndërsa kur arrin moshën 10 vjeçare, nëse nuk falen goditni, por rrani ata dhe ndani në shtretër. Po kjo është edukat madhore nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilin ka mësuar Allahu xhelle wala, ose me urnu me namaz. Vëllezër të nderuar, edukimi i fëmijëve, thamë, është projekt madhur. Mirë po, sot fatkeqësisht, shumë prindër të cilët kujdesen shumë se si me i lanë pasuri e vlodit vetë, si me i lanë i banesi vlodit vetë, si me i lanë i shtëpi e vlodit vetë, s'po thojnë që janë të ndalushme. Mirë po, fare nuk merret me edukimin e tij në aspektin e fesë. Nëse si e marrë me aspektin e fesë dhe edukimin nga ana fetare, vallahi dije prej tashit që ky fëmijë s'ka mu lut për ty pas vdekjes. Ky fëmijë s'ka me qu rahmet për ty pas vdekjes sate. Ky fëmijë s'ka me dit mu lut për tyje, ka se s'ja ke mësue lutjen. Ama nëse ke eduku në rrugën e Allahut dhe e ke mësuar se Allahu duhet vendoset në zemër dhe dynjoja në xhep, atëherë me lejen e Allahut azza wa jall ky fëmijë ka mu lut për ty pas vdekjes sate. E prandaj projekti më madhur është që ti me nxjerrë vlad në këtë dynjë, të cilët luten për ty dhe çojnë rahmet për ty në botën tjetër. E jo me të harrue me vdekjen tënde. Jo me të harrue me kalimin tënd në botën tjetër. Për këtë arsye pejgamberi alayhis salam tha, kur vdeki biri Ademit, përfundosh shkputet mes tij dhe dynjos çdo gjë, përveç 3 rrugëve. Dhe një prej tyre përmendi waladun salih yad'u la. Tha dhe nëse kaloni e vlat hajrit, i cili lutet për ta. Prandaj vëllezër të nderuar, mos të jetë angazhimi ju në këtë dynjë të evladet vetëm kur vjestina e verës si mja gjetë teshat e përshtatshme, ose stina e dimnit si mja gjetë teshat e përshtatshme, ose qysh mu merë me ngrohjen, ose me kushtet klimatike të përshtatshme në përstinat të ndryshme që mos në ardhin fëmija, po le tjetë pregaditja tyre për mbotën tjetër, të jetë edukimi tyre si duhet, rritja tyre si duhet, këshillimi tyre, rahmetin ndaj tyre, edhe nësi shumë kesh, le t'i përmisojna, le t'i këshillojna, le t'i mundohme kështë më radhë, po mos t'i lojna në rrugën e gabimit dhe t'i kapun për dorë të shpëtojnë ata. Nëse shpëtojnë ata me lejnë Allah të kena me shpëtu edhe veten. E lusë Allahun azza wa jall që fëmijët e mi dhe fëmijët e juve, evlat e mi dhe evlat e juve dhe të gjithëve muslimanëve Allah azza wa jall t'i përmison në rrugën e Allahut. Dhe lusëm Allahun azza wa jall që Allahut na jep nga ta evlat me të cilët do na u kënaqin sytë tonë këtë botë, dhe të jemi zbashku me ta në xhenetet Allahut subhanahu wa taala. Lusëm Allahun azza wa jall që familjet tona Allah azza wa jall t'i përmison në rrugën e drejtë dhe si duhet. Lusëm Allahun azza wa jall me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, se Allah ka fuqi për gjithçka që Allahu azza wa jall
na ban prej atyre të cilët i edukojnë dhe na lehtëson rrugën e edukimit të fëmijëve tanë. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. يقول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.